Sektori për punë të brendshme Tetov njofton se sot në ora 1:30 të mëngjesit, zyrtar policor në bashkëpunim me policinë e Gostivarit kanë kryer kontroll aksion në një objekt hotelerik në fshatin Zubovc, komuna e Vrapçishtit. Gjatë kontrollit aksion në objekt janë gjetur dhe ndaluar shtetase nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, pasi kanë keq përdorur qëndrimin turistik. Ata janë mbajtur në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tyre do të paraqitet parashtresë përkatëse. Dje në ora 18:40 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një grua 46 vjeçare nga Filipinet me qëndrim të rregulluar në Krushev ka denoncuar se për shkak të një keqkuptimi paraprak është sulmuar fizikisht nga partneri i saj jashtëmartesor dhe djali i tij nga rrethina e Tetovës, të cilët e kanë mbyllur në objektin e saj ku punonte. Dje në ora 18:40 në departamentin për punë të brendshme Gostivar, një grua 33 vjeçare nga rrethina e Gostivarit se është sulmuar fizikisht nga bashkëshorti i saj, 42 vjeçar, me të cilin janë në procedurë divorci. Sipas denoncimit, ai e ka sulmuar pranë qendrës për punë sociale Gostivar, kur ajo kishte shkuar për të marrë djalin e tyre të mitur. Më vonë, në orën 20:30 në departamentin për punë të brendshme Gostivar, 42 vjeçari ka denoncuar se rreth orës 17 para qendrës për punë sociale Gostivar, bashkëshortja e tij ka përdorur forcë ndaj djalit të tyre 2 vjeçar, i cili refuzonte të shkonte me të. Gjatë ditës së djeshme në zonën e sektorit për punë të brendshme Tetov është realizuar kontroll i automjeteve dhe shoferëve. Gjatë kontrollit janë sankcionuar gjithsej 27 shofer, 23 në Tetov dhe 4 në Gostivar për parkim të parregullt, ndërsa 21 automjete janë marrë me automjetin special Merimang. Janë sankcionuar edhe 56 lloje të tjera të kundërvajtjeve në trafik, 36 në Tetov dhe 20 në Gostivar.